Rundin e parë se arritën, por ata qytetarë që pas 13 tetorit mbushën 18 vjet, votën e parë në një proces zgjedhor do të mund ta japin në balotazh, aty ku gara s'u mbyll me të parën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përditësuar lista zgjedhore që dallojnë sadopak nga procesi 12 tetorit. Kjo listë është plotësuar me emrat e 1690 të rinjve që nga data 13 tetor deri më 9 nëntor kanë të drejtë të votojnë për herë të parë. Po ashtu nga lista e larguar rreth 1150 persona që kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës apo që kanë ndëruar jetë nga fillim shtatori deri në javën e fundit të tetorit. Megjithatë, disa dhe mund të mos votojnë fare nëse gjatë kësaj periudhe mes dy rundeve kanë ndëruar vendbanim. Lëvizje të brendshme të qytetarëve ndërmjet komunave nuk përfshihet në këtë proces zgjedhor. Kjo do të thotë se qytetarët që kanë ndëruar vendbanim nga një komunë në një tjetër pas raundit të parë nuk do të mund të votojnë në komunën ku janë zhvendosur. Në total janë 18 komuna që të dielen në 9 nëntorit do të ketë garë që të cakton udhëheqësinë për 4 vjet e ardhshme. Për këtë proces të balotazhit janë angazhuar mbi 8000 anëtarë të këshillave të vendvotimeve që do ta monitorojnë mbarvajtjen e zgjedhjeve. Ndërkaq të drejtë votën në 18 komunat e balotazhit do të kenë plot 1.316.672 qytetarë.